Përshëndetje nxënës të dashur. Unë quhem Nurani Tahiri, mësimdhënëse pranë shkollës fillore Kirili dhe Metodi në Tetov. Sot për disa minuta do të shoqërohemi në lëndën e shkencave natyrore. Si njësi mësimore, sot do të zhvillojmë grupimi i gjallësave dhe krijesave të gjalla. Njësi mësimore për klasat e treta. Të gjitha krijesat e gjalla ndahen: njerëz, bimë dhe kafshë. Të gjitha gjallësat e gjalla ushqehen, pijnë, rriten, lëvizin dhe shumohen. Atyre gjithashtu ju duhet ushqim dhe ujë që të rriten dhe zhvillohen. Ato nuk e kanë ushqimin e njëjtë. Të gjitha gjallësat lëvizin me ecje, vrapim, not, fluturim, kërcim dhe zvarritje. Ja këtu pra si shembull kemi marrë disa fotografi. Njeriun, peshkun, macen, shqiponjën, kengurin, pemë dhe shumë kafshë të tjera. Pra njeriu si qenie është më inteligjente në procesin e të menduarit. Kemi kafshët që lëvizin me 4 këmbë, në këtë rast kemi macen. Kemi peshkun i cili nëton në ujë. Kemi shqiponjën e cila fluturon lart në qiell. Kemi kengurin i cili mënyrën e të ecurit e ka në vrapim. Kemi pemët të cilët rriten, shumohen, mirëpo nuk lëvizin. Të gjitha qeniet e gjalla kanë disa veçori. Veçoritë sipas të cilave përcaktojmë a është diçka e gjallë ose jo, e quajmë proces jetësor. Proceset jetësore janë lëvizja, frymëmarrja, ushqyerja, rritja, shumimi, ndjeshmëria dhe tajitja. Lëvizja. Lëvizja është ndryshimi nga një vend në vendin tjetër. Frymëmarrja. Shfrytëzimi i oksigjenit dhe krijimi i dioksidit të karbonit. Ushqyerja. Futja e materieve në trup për fitim të energjisë. Rritja. Trupi bëhet më i madh dhe ndryshon. Shumimi. Krijimi i pasardhësve të vegjël. Ndjeshmëria, ndjenja e ndryshimit të mjedisit jetësor. Tajitja, nxjerrja e materialeve të mbetura nga trupi. Bimët, kafshët dhe njerëzit dallohen mes veti, por janë të njëjtë sipas një veçorie. Të gjithë janë të gjallë dhe i takojnë botës së gjallë të gjithë. Qeniet e gjalla rriten, zhvillohen dhe me shëmim japin pasardhës. Uji, toka, ajri, dielli përbëjnë natyrën jo e gjallë, por prej tyre mvaret bota e gjallë. Çfarë shohim këtu? Pra këtu kemi një familje, një kafshë dhe pemë. Pra nxënës të dashur, këtu familja çfarë na tregon? Familja na tregon sepse rritet, lëviz, zhvillohet dhe krijon pasardhës. Kurse delja gjithashtu edhe ajo krijon pasardhës. Delja pra është edhe ajo kafshë e cila ecën me 4 këmbë. Pema pra rritet, shumohet, mirëpo ajo nuk lëvizën nga vendi.
Pra, krijesat e gjalla ishin ata të cilët ushqehen, lëvizin, rriten dhe shumohen. Proceset jo të gjalla krijohen nuk ndryshojnë vetvetiu, por nga dora e njeriut. Kemi një vas, një gur, një gotë dhe disa materiale shkollore. Pra, të gjitha këto janë të përpunuara nga dora e njeriut. Pra, këto materiale nuk ndryshojnë vetvetiu. Çfarë kemi në klasën tonë? Pra, nxënës të dashur, në klasën tonë kemi bankën, numratore, karike, çan, laps, gomë, fletore, libër. Pra, të gjitha këto janë gjëra të përpunuara nga dora e njeriut. Gjërat jo të gjalla nuk mund të lëvizin, të bëhen më të mëdha. Ata nuk kanë nevojë për frymarrje, ushqim, energji dhe nuk krijojnë pasardhës. Ata nuk mund të fshihen, të lëvizin as kur bie shi, edhe pse kushtet e motit ndikojnë në ato. Pra, si shembull kemi makinën. Ajo lëviz për shkak të ndonjë force dhe jo në mënyrë të pavarur. Të përsërisim. Çfarë mësuam sot? Sot mësuam se si ndahen krijesat e gjalla në njerëz, bimë dhe kafshë. Dallimi mes tyre ishte procesi i rritjes, shumimit, lëvizjes e të tjera. Proceset jo të gjalla krijohen nga dora e njeriut. Nuk mund të ndryshojnë vetvetiu. Dhe si përfund, nxënës të dashur, keni për detyrë shtëpie keni një flet pune, ku me të kuqe do të rrethoni botën e gjallë, kurse me të gjelbërt do të rrethoni botën jo të gjallë. Ju faleminderit që më ndoqën, ju uroj një mësim të mbarë.